Mirë, kemi mbritur në ndeshje dhe do të flasim për Mounjaro, Ozempic, Matrapik, Po, mos kjo e fundit është besoj me mira. Ku e di unë, do më thonë... Dobësimi, si të beni më të dobët, nami zi. Qa skandal... Po, dikur njerëzit paguanin që të hanin, tani paguanin që të qfryen. Ca mua bede që si marrë vesh ason. Dhe kush është me ne? Super panel. Robert Rëndza, falemderit që jeni sot me ne, knajsi. Mirë se erdhe, po dhe hëngre virozë për të sot. Shpresojmë. Më pat jetë më shifë. Arta Sinaj, falemderit që jeni bashkë me ne. Rutina Koromani ime preferuar, mike dashur e studios Bardazi, dhe rikthehet pas një mungese, jo shumë të gjatë, pas shumë të shkurtër, Luciano Bardi. Ai është një mjek alternativ që mua më pëlqen shumë, edhe do japi dhe ai në këndvështrimin e tij alternativ, besoj, unë. Ai do t'jetë kundra fare një, ai është kundra vitaminave, jo të tjerave. Ai e dakord këtyre shpimeve ti ku bëhen këto? Në bark bëhet Mounjaro, Ozempiku ku bëhet? Qa qëndrimi, se pa kapi kamera e që fitur në Luciano se dhe njerë. Ja t'jam ju këtë. Ku qposh, këtu qposh? Ku t'gjeshtet jam? Ku t'gjeshtet jam mund të të O, zoti madh. Po, ju dhim se dvetja këtyre Luciano, ku ja pak, lutem? Se di, në qofë se më përket mua të flasa. Se doktori e ka bërë. Bas jam i vogël. Jam i vogli, thot Luciano. Pa tjetër që e kam bërë, dhe jam pro. Për shumë aspekte. Për efekte mjekësore, dhe me shumë efekte mjekësore. Kush është shkatruse? Po shkatruse, po ti po pi ujë nga kallçuku që të shkatron. Kallçuku, kjo është për qelqë dhe... Po hajde nëse nuk dihet me qelqë kështu. Sa është lajthiza, nuk është kot. Qelqë mirë, qelqë filtruar. Po, është i filtruar. Është i larë me hipoklorit. I kuptojnë dëmët dhe aq më tepër kur flasin doktorët, unë nuk e di fare tani. Kur flet Rori, unë e besoj, po kur flasin ca të tjerë pastaj. Do flasin të gjithë, të drejtë për të folur, në i dhanë të drejtën për të folë qënit, jo të tjerve. Po prandaj pra dhe emisioni juaj quhet Bartezi. Po. Se duhet marrë të dy aspektet që. Po, absolutisht. Patjetër. Atëherë, doni të flasim çikis nga pjesa e historiku të vogël të pjesës të GLP-1-shve. Mounjaro, atëherë, antagonisti kryesor. Mo më duk sikur më shave, thashun, hajde se. Në momentin që organizmi, dhe doktori mund të më korrigjojnë nëse jam gabun, në momentin që organizmi arrin dhe ndjen atë ngopjen nga ushqimi, arrin dhe prodhon një hormoni i cili quhet GLP-1. Apo jo? Po, ato i di saktaj, ato i di kështu ai. Kështu që çfarë ndodh? Ai di dhe emrin shkencor të GLP-1-shit. Si e ka emrin shkencor? Peptidin 6-glukagonit. Të merr. I shkurt. Ora, mos ta bëni teori këtu, se kuptojmë ne tani tuta. A duhet i përdori apo s'duhet i përdori një njeri që do të dobësohet? Pse duhet? Atë, një sekond. Jo çdo njeri duhet i përdori, por ke njerëz që kanë problematika të rënda që mund të jenë probleme hormonale. Ti s'ke asnjë problematik të rëndë, pse e përdore? Ku e di ti? Tani s'kam. Po hiç fare kur s'ke pas ndonjëherë. Kur? Domethënë i këshillohet një njeriu të shëndetshëm që të dobësohet, se unë e di dëshirën e njeriu që do të bjerë kështu tap. Po kur obeziteti quhet patologji. Dakord. Atëre? Dakord. Me dyja duart. Po problemi është janë njerëz që janë fol Luciano të keqen motra, fol. Fol se s'nalan. Erion, shiko pak. Nuk e di dhe kolegët tu duhet më kuptojnë besoj. Të 3 librat që unë kam bërë i kam fokusuar tek zorët. Sot gjithë Ozempikun, do më thënë, mund ta përdorin në varësi të preferencës tyre. Por personalisht, unë, nëse mund kisha një pacient, personalisht, sepse çdo kush ka këndvështrimet dhe opinionet e tij. Po. Nuk e këshilloja. Atëherë çfarë është GLP-ja? U thash shumë bukur. Zorët janë një sistem ose një organ endokrin që sot në Shqipëri nuk thuhen ashtu. Zora prodhon mbi 30 peptide ose hormone që djegin yndyrën. Pra sot thuhet vetëm deficiti kalorik, hiq atë hiq këtë. Po nëse tëmthi, mëlçia, zorët nuk funksionojnë siç duhet, jo një dietë bësh, po 15-20 dieta nuk do psohesh dot. E rëndësishme është pjesa e tretjes, gjumi, aktiviteti fizik. Pra se si menaxhon ti këto procese. Po këto mund t'i bësh me gjilpër? Po pra po, e thash, personalisht... Jo, do me thënë, a ka në një, për shumë, unë do kisha paguar sa paratë që t'i kisha bërë stërvitje me një gjilpër. Unë mendoj që njerëzit, ka shumë njerëz që dëshpërimisht duan të bje në peshë. Jo, duan kështu me bukon, si që duan ndryshimet dhe doktori e di. Jo, ka dhe një problem, më fal, ka dhe një problem shumë të madh që jetojmë në